Erdion Muaj, riu i arrestuar për bashkëpunëtor në tentativën për shkatërimin me lëndë eksplozive të një anije në Sarandë, ngjarje në të cilin mbeti i vrarë Armand Nelaj është liruar nga burgu dhe do të vijojë të hetojë i mbyllur në arrest shtëpie. Gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë për të riun e arrestuar më 28 korrik të vitit të kaluar nga policia e Sarandës pas hetimeve për ngjarjen. Gjykata e shkallës së parë Sarandë vlerësoi si të lishëm arrestimin dhe i caktoi masën e sigurisë arrest me burg, pasi kishte dyshime për përfshirjen e tij në shkatërimin e pronës me eksploziv, kryer në bashkëpunim në dëm të biznesmenit Andrea Kyriakos. Sipas dosjes hetimore, Muo së bashku me Armand Nelajn, në 24 qershor 2024 kanë dashur të shkatërrojnë me eksploziv një anije turistike që ishte në pronësi të Andrea Kyriakos, e cila ishte ankoruar në portin e Sarandës. Por plani i tyre shkoi shumë keq në momentin e fundit të finalizimit. Kjo pasi Nelaj kishte hyrë në ujë dhe po shkonte drejt anijes. Eksplozivi që do të vendoste tek trageti turistik Sarand Korfuz ka shpërthyer duke i marrë jetën në det. Pas hetimeve të kryera nga ana e policisë, u zbulua se në këtë plan bashkë me Armand Nelajn ka qenë dhe Erdion Muaj, i cili një vit më parë u arrestua nga policia për akuzën e shkatërimit të pronës me eksploziv kryer në bashkëpunim. Muaj nuk ka pranuar akuzën, por një vit nga arrestimi, tashmë gjykata e apelit ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë kundër tij nga arrest në burg në arrest shtëpie. Dosja penale kundër tij tashmë ka shkuar për shqyrtim gjyqësor në gjykatën e Sarandës, ku pritet që në vijim palët në këtë proces të japin argumentat e tyre.